Profesori i njohur Kadri Kryeziu ka reaguar duke vlerësuar qëndrimin e koordinuar të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti në përgraje të presidentit amerikan Donald Trump dhe aksionit kundër diktatorit venezuelian Nicolas Maduro. Sipas tij, ky pozicionim tregon se Kosova ditë rreshtohet qartë në anën e dur të historisë, duke theksuar se aleanca ndërtohen me veprime të qarta e jo me pazare apo ekuivoke. Aleancat maten me vepra, jo me gatishmëri për koncesionin ndaj Serbisë. Reagimi i koordinuar i qartë dhe i vendosur i presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti në përkraje të presidentit Trump dhe aksionit për kapjen e diktatorit Maduro tregon se Kosova di të pozicionohet qartë në anën e dur të historisë. Kjo është gjuhë e aleancës, jo pazare, jo ekuivoke, shkruan Kryeziu. Kujtojmë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka përshëndetur operacionin e forcave amerikane në Venezuelë për arrestimin e Nicolas Maduros. Në mesazhin që publikoi në rrjetet sociale, Kurti tha se mbajtja përgjegjëse e aktorëve shtetëror të përfshirë në trafikimin e drograve është thelbësor për suksesin në luftën kundër kësaj dukurie, ndërsa kërkoi më shumë vëmendje për rajonin ton, ku aktorë të caktuar sipas tij kërkojnë provokimin e situatës nëpërmjet veprimeve kriminale dhe terroriste. Kurti ishte i pari lider i vendeve të rajonit që e përshëndeti ndërhyrjen amerikane në Venezuelë. Republika e Kosovës e mbështet operacionin antinarkotik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të udhëhequr nga presidenti Donald Trump në Venezuelë. Mbajtja përgjegjëse e aktorëve shtetëror të përfshirë në trafikimin e drogave është thelbësore për suksesin në luftën kundër kësaj dukurie. Kosova si aleate strategjike e SBA-s dhe NATO-s ofron mbështetje të plotë në luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe kundër cënimit të vlerave demokratike perëndimore nga aktorë përfaqësues të kundërshtarëve të këtyre vlerave, si në rajonin tonë ashtu edhe më gjerë. Në këtë kontekst ritheksojmë nevojën për rritjen e vëmendjes ndaj aktorëve të caktuar rajonal, të cilët në vazhdimsi synojnë provokimin e situatës së sigurisë përmes veprimeve hibride, kriminale, terroriste dhe ushtarake, shkruan Kurti.